Kam marru për ekonomik, kam marru për menaxhim biznesi, kam bën master për biznes, nuk kam nevojë për trajnime biznesi. Welcome to the club. Welcome to the club. Në këtë konkluzion arrita unë mbasi studiova mbi 167 libra biznesi. Kujdes, studiova, me konspekt, me gjëra. E kuptoj shumë mirë sjelljen tënde dhe e kuptoj shumë mirë qëndrimin tënd. Dhe është ajo që fiks më ka ndodhur mua personalisht. Në këto vite unë kam mbaruar për financë, kam mbaruar për ekonomik, kam bërë edhe master, profili administrim biznesi, MABS. Dhe problemi që pata ishte që nuk arrija do ta veja në punë këtë gjë, nuk arrija do ta veja njohurinë në punë. Dhe kjo është gjithë problemi që na ndodh neve të gjithëve, neve që studiozave, neve që i kemi qef trajnimet e biznesit, neve që i kemi qef librat e biznesit, neve që i kemi qef njohurinë e biznesit. Çfarë të sugjeroj? Të sugjeroj atë që më ndodhi mua. Unë isha totalisht i vdekur. Studioja pa fund, ndiqja trajnime biznesi pa fund, kudo në gjithë botën, shkon në Itali, në Amerikë, në Angli, në Zvicër, kudo në Austri, Brian Tracy, Tony Robbins, Grant Cardone, kudo. Dhe problemi që pata ishte që ajo që unë kisha nevojë nuk ishte njohuria, por ishte zbatimi. Në fillimet e tua ti e ke njohurinë dhe zbatimin, okay? Ti kaq di, kaq bën, okay? Tash në momentin që ti fillon bën trajnimin, mëson. Dhe çfarë ndos? Ndos që ty krijohet një boshllëk ndërmjet asaj që di dhe asaj që bën. Në momentin që ty të krijohet ky boshllëk, sado që ti të mësosh, ti bën po të njëjtat gjëra, atëherë ky hendeku ndërmjet asaj që di dhe asaj që bën quhet depresion. Dhe këtë më ka ndodhur mua. Quhet depresion sepse ti mërzitesh nga njohuria, sepse thua, dreqin si ta bëj unë këtë për biznesin tim, si dreqin ta bëj unë këtë për kompaninë time, si dreqin ta bëj unë këtë për vendin ku ndodhem unë tani. Dhe këshilla ime është kjo. Nëse ti ndodhesh në këtë lloj situate, më shkruaj më poshtë dhe unë do t'rregoj mënyrën time.